Mendoj që është keq kuptuar shpesh, sepse Herakliti flet për luftën dhe si për konfliktin në fakt, si diçka, si një gjendje metafizike, kozmologjike, ontologjike ndoshta, jo atë shumë politike. Do thot, keq kuptimi bëhet kur fillojmë të flasim, do thot, kur dalim përtej këtij përshkrimi ontologjik i një gjendje, do thot se njeriu është përherë në gjendje konfliktuale. Se si paqja është aksidentale, kurse lufta është esenciale. Nuk duhet kuptuar këtu luftën në kuptimin ushtarak. Në kuptimin është një lloj kontradikte e brendshme. Për shembull, kontradikta mes dëshirës dhe arsyes. Është një luftë e brendshme e njeriut. Njeriu shpesh dëshiron një gjë, kurse do të ishte arsyeshme të mos e bënte atë gjë, pikërisht për shkak se veprimi mbi atë dëshirë do të ishte i dëmshëm. Mundësisë dhe dëshirës arsyeja. Pra, do thot, po ka edhe kontradikta tjera, do thot nuk është domosdoshme. Kështu që duhet jemi, nuk duhet ta generalizojmë. Jo të ta generalizojmë, po dhe ta reduktojmë këtë, do thot, në konceptin ushtarak të luftës. Kështu që është një kuptim më i gjerë i kësaj. Por lufta megjithatë do të thotë është pjesë e njeriut, sepse Hobbesi do thoshte është pjesë e njeriut sepse njeriu ka resurset natyrore janë të pakta, kurse ne konkurrojmë të gjithë për ato resurse. Një nga arsyet do thotë pse bëhet luftë është pikërisht do thotë për shkak të resurseve, për kontrollit dhe mirëmbajtjes së atyre resurseve natyrore. Naftën sot merre për shembull, secili dëshiron shtetet e pasura, sidomos shtetet e fuqishme, hynë në luftë pikërisht do thotë për pasur qasje dhe akses në resurset natyrore siç është nafta. Kjo ka qenë, do thotë, është një vërtet historike që është, dhe nuk besoj që do të ndryshojë përderisa njeriu ka nevojë për resurset. Me që 2500 vjet që po e dim nga Herakliti sot është një vërtet, do të vazhdojë. Është një vërtet, po. Prandaj dhe Hobbesi vjen në përfundim për shembull që në një farë mënyrë thotë kjo e bën luftën pjesë të pandashme të njeriut, një lloj gjendje natyrore e njeriut, andaj njeriu në një farë mënyrë është qenësisht në luftë të përhershme me tjetrin, me njeriun tjetër. Kushdo që jetë ai, me fëmijën e tij. Madje ai shkon edhe aq larg se që thotë edhe njeriu nuk mund t'i besojë as fëmijës së tij. Sepse edhe ata do thotë janë në një farë mënyrë konkurrojnë për të njëjtën. Si ishte ajo homines lupus. Njeriu për njeriun është ujk, do thotë. Ky është vëzhgimi, do thotë, i Hobbesit për gjendjen natyrore, se thotë ne jemi të gjithë në gjendje natyrore. Tash jo nuk do thotë gjendje natyrore. Personale pak, se ai thotë mua nëna më lindi nga Afrika, nga topat e revolucionit anglez, do thonë lufta që po bëhej jashtë, nëna nga Afrika e lind dhe thotë unë edhe nga Afrika kom lind, do thonë. Shumë e vërtetë. Ideja e luftës ka qenë qysh në foshnjërinë e tij. Po edhe ka qenë ndikuar, ai ka qenë jashtëzakonisht shumë ndikuar nga lufta të hershme. Por përfundimet e tij megjithatë janë kontestuar shpesh, janë kontestuar edhe nga vetë John Locke për shembull që e konteston, edhe që i cili jeton në fakt në të njëjtën kohë, vjen nga të njëjtat rrethana, por është Rousseau ai i cili vjen ndoshta në një farë mënyrë, edhe pse është Hobbesi ai i cili vjen me konceptin politik të gjendjes natyrore, por është Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filozofi francez, që thotë se në fakt njeriu në gjendjen e natyrës, në gjendjen e natyrshme, është një qenie paqësore, jo konfliktuoze, një qenie jashtëzakonisht e mirë, nuk hyn konkurrencë me askënd, s'ka nevojë sepse natyra është e bollshme, pra, ka është mjaft e bollshme, kështu që edhe kjo është shumë me rëndësi, është qenie pavarur. Është qenie plotësisht e pavarur. Dhe është pavarësia, ky është çelësi në fakt që shpjegon për Rousseau se lufta pastaj është një lloj patologjie sociale politike. Lufta do thotë, po të ishim në gjendje të natyrës, prandaj në një farë mënyrë Voltaire e ironizon, satirizon, e thosë se Rousseau po do ta kthej gjithëve të ecim në katër këmbë, e din. Por po të ishim të gjithë në një farë mënyrë do thotë në këtë gjendjen e natyrë para politike, në një gjendje do thotë ku autoriteti politik nuk ekziston, me një fjalë ku nuk ekziston fare asnjë autoritet që të përcakton se si duhet sillesh, si duhet veprosh. Të gjithë do të ishim në paqë. Paqja permanente është plotësisht e mundshme. Edhe njëkohësisht ndoshta edhe nuk do të kishim nevojë edhe për kritikë. Por momentin kur
si që thot ai në atë parablën e tij të bukur, i pari që e vendosi do thot gardhen rreth një pjesë toke dhe tha kjo është e imja, ai është edhe krijuesi i shoqërisë sociale, i shoqërisë civile. Edhe prej atij momenti fillon lind koncepti i pronës. Njëkohësisht lind edhe pastaj më njëherë shtrohet problemi i lirisë i pavarësisë. Në gjendje natyrore unë isha i lirë, por tash në këtë gjendjen politike unë nuk jam më i lirë, unë jam e kuptoj për njerë që jam tash i varur nga të tjerët, sidomos nga autoritetet politike. Andaj, kjo e detyron Ruson në një farë mënyrë tash ta e kthen përmbys vizionin e Hobbesit, do thotë edhe thotë që shikon. Ne duhet bëjmë gjithçka, kjo nuk do thotë që duhet kalojmë tash përsëri në gjendje natyrore, se Rousseau e sheh shumë qartë që kjo është e pamundur. Do thotë, përdesa kanë ekzistuar. Natyror është si ai guri që ndërtohet ngërhina pastaj se. Pikrisht. Është më shumë metaforë, do thotë. Është një koncept filozofik që përdoret për të shpjeguar, do thotë, gjenezën e autoritetit politik.